Tezes I vjen era non, qysh I vogël, sa herë që shkoja te tezja më dukej sikur po futesha në një botë tjetër. Në shtëpinë e saj kishte një aromë që se gjeja askund, një përzierje dore të butë, parfum lulesh dhe qetësi shpirtërore. Një ditë, pa menduar shumë, I thash: "Teze, ty t'vjen era non." Ajo qeshi lehtë dhe më përqafoi, por nuk tha asgjë. Vetëm ma lëdhatoj flokun, tamam siç ma lëdhatonte nëna ime dikur. E kuptova më vonë pse ajo aromë s'ishte parfum, as erë shtëpie. Ishte një kujtim, ishte dashni. Tezja e kishte ruajtur secilën shprehje, secilën fjalë dhe secilën mënyrë të nanës. Kur gatuante, kur bënte kafen dhe kur qeshte, në secilin veprim kishte pak prej saj. Ndoshta për këtë arsye, sa herë që më mungonte nëna, shkoja te tezja. Aty gjeja një copë të saj, të gjallë e të ngrohtë. Disa njerëz janë si dritarët e shpirtit ton, përmes tyre e shohim, e ndjejmë dikë që s'është më fizikisht, por vazhdon të jetoj brenda nesh. Tezja ishte ajo dritare, prandaj edhe sot, sa herë që e përqafoj, më vjen era non, aroma ma e shtrenjtë që e kam njohur ndonjëherë.